Finale të shpërndara gjithandej, madje një pjesë të tyre dhe brenda në Shqipëri. Ç'lidhje ka kjo? Nuk ishin ndaluar përpara për krimet që kishin bërë? Më ke thirrur këtu të flas për qeverinë e kaluar apo më ke thirrur të flas për kjo është pyetje normale se nuk mund dalësh të shkëputesh nga Nuk e di nëse kanë pasur Nuk e di për kë kanë patur informacion dhe për kë jo. E vërteta është që Edi Rama i solli për të ndikuar rezultatin në zgjedhje dhe menjëherë pas kësaj këta kriminal u bën të plot fuqishëm shtetin shqiptar dhe sot kërcënojnë zgjedhjet e shqiptarëve. Ky është fakti. Kjo është betejë. Zoti Basha, sot Rama ka lëshuar ose ka tentuar të lëshoj një nga kushtet që ju keni kërkuar, numërimin elektronik të vota. Që është numërim elektronik, po jo votim elektronik. Ju jeni dakord me këtë çështje? Po nëse shkohet drejt një negocimi, jo qeveri teknike, por votim elektronik, numërim elektronik, po quaj dhe përmirësimi paketës elektorale, do ishit dakord ta ndërprisnit protestën? Zero shanse. Numërimi elektronik do ta bëj, do ta përgatis, do ta zbatoj qeveria teknike apo qeveria vullnetare. Pra dhe plotësimi kushteve të mëparshme nuk është më i mjaftueshëm në këtë moment. Nuk ka asnjë mundësi kjo qeveri t'ju jap shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndeshme. E vetmja mundësi për ta garantuar këtë është një qeveri tjetër, një qeveri e vullnetit mirë që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Po bëj sërish një